Sezoni i ujitjes së tokave bujqësore po afron, ndërkohë që kanalet Vadice shfaqin një muri problematikash duke u kthyer në problem për fermerët e Nën Shkodrës. Kanali kryesor Vaditës Beltoj-Dajç është jashtë funksionimit pasi është mbuluar nga bimësia dhe mbetjet e ngurta. Administratori i njësisë Bërdic Aleksandër Pashuku në një intervistë për Star Plus e shikon këtë si një problem që me sa duket është herët për të marrë zgjidhje për faktin se i ka dërguar shkres bordit të kullimit në Lezhë dhe i është dhënë përgjigje që projekti është gati por ka mungesë fondesh. Unë kam bërë një shkres zyrtare ndërtuar bordit të kullimit të Shkodrës, Qarku Shkodër dhe Bashkisë Shkodrës në lidhje me këtë kanal, duke u bazuar në faktin se sezoni i ujitjes po afron dhe shqetësimi i vazhdueshëm i fermerëve që ne kontaktojmë çdo ditë me to është pastrimi i këtij kanalit. Ky është një problem shqetësues, për arsye se është gabimësia dhe mbetjet e ngurta. Ne kemi bërë një shkres bordit të kullimit, Drejtorisë Bujqësisë Bashkia Shkodër dhe në përgjigjen e shkresës të bordit të kullimit të Lezhë, projekti është i gatshëm, por mungon financimi i këtij investimi. Ndërsa me miratimin e projekt buxhetit të Bashkisë Shkodër për vitin 2016 në njësinë Bërdic janë planifikuar investime në 2 kanale kulluese dhe ndërhyrje në një segment rruge, tregon administratori Pashuku. Janë planifikuar 2 kanale kulluese në fshatin Bërdic të sipërme, njëri me gjatësi 1 kilometër dhe tjetri me gjatësi 1.5 kilometër. Në projekt buxhetin e bashkisë është planifikuar një segment rrugët, asfaltim, rruga Gjomarkaj dhe rruga e Mullojzve. Vepra më e madhe e ujitjes në zonën e Bërdicës gjendet në një situatë alarmante për arsye të një sër shkaqesh të ndryshme të mbartura gjatë viteve. Gati 80% e tokave bujqësore vaditen nga ky kanal, ndërsa bllokimi nga mbetjet urbane si dhe bimësisë ka shkaktuar edhe bllokimin e tij dhe rrjedhën për vaditje për fermerët gjatë sinës së verës.